Sot nuk po flasim vetëm për një marrëveshje. Sot po flasim për besim, për durim, për një rrugë që nuk ka qenë e lehtë dhe që ende nuk është e lehtë, por po ndërtohet mbi vullnetin dhe shpresë. Kjo marrëveshje po bëhet për një parasportist që nuk është ndalur kurrë së besuari. Po bëhet për Fatmir Sheremetin. Për rrugtimin e tij, për përvojën që ka ndërtuar ndër vite dhe për dëshirën që ajo përvojë të mos mbetet pas, por të shndrohet në një kapitull të ri. Triatlon paralimpik është një sfidë e madhe. Është sport që kërkon forcë, durim dhe vendosmëri. Por mbi të gjitha kërkon besim nga institucionet, nga federatat dhe nga njerëzit që ndjekin këtë rrugë bashkë me parasportistin. Sot ne po I themi Fatmirit se nuk është vetëm, se besojmë në të, se jemi të gatshëm të ndërtojmë këtë rrugë bashkë, hap pas hapi, me synim të qartë që ai të ketë mundësinë të përfaqësojë Kosovën në lojrat paralimpike Los Angeles 2028. Fatmiri ka medalje, ka histori dhe ka dhënë shumë për sportin paralimpik. Ajo që I duhet sot është mundësia. Dhe pikërisht për këtë, po nënshkruajmë këtë marrëveshje. Faleminderit Federatës së Triatlonit të Kosovës për partneritetin dhe besimin. Faleminderit. Parasportistëve tanë që na mësojnë çdo ditë çfarë do të thotë qëndrueshmëri. Dhe faleminderit mediave që I bëjnë këtë rrugtim të dukshëm. E që në emër Televizës Paralimpike u jam mirënjohëse që gjithmonë jeni prezent me neve në promovimin e lëvizjes paralimpike. Ky nuk është fundi I një historie. Ky është fillimi I një tjetre. Dhe ne besojmë se kjo mund të na çojë shumë larg, deri në Los Angeles 2028. Ju falenderit nga zemra të gjithëve për praninë dhe mbështetjen. Le ta bëjmë këtë rrugtim bashkë me punë, me besim dhe qëllim të qartë. Fatmir, jemi me ty. Sot është një ditë e veçantë për ne. Sot po hapum dyert për sportistë të ri, sportistë me nevoja të veçanta, siç është Fatmir Sheremeti. Kam nderin dhe kënaqësinë sot po arrim një marrëveshje memorandumi së bashku me Komitetin Paraolimpik të Kosovës, duke hapur dyert për sportistët me nevoja të veçanta. Dhe siç e cek edhe presidentja më parë, Fatmiri është një prej sportistëve I cili premton shumë në të ardhmen. Kishim një takim para ca ditësh dhe vullneti dhe përgatitja e tij na bën që në të ardhmen të kemi shumë rezultate dhe Fatmiri është një sportist I cili po hap dyert edhe për sportistët e ardhshëm, të cilët do të vinë. Dhe do t'i kenë dyert hapur në federatën tonë. Përveç kësaj marrëveshje memorandumi që kemi arritur me presidenten e Komitetit Paraolimpik, ne zotojmë që do t'i zbatoj marrëveshjen që kemi arritur dhe gjitha obligimet të cilat I kemi si federat do rrim mbas dhe do punojmë drejt tyre për të arritur suksese sa më të mëdha. Që synimi I Fatmirit të finalizohet me pjesëmarrjen në Olimpiadën e Los Angeles 2028. Ju falenderit shumë gjithëve, falenderit dhe Fatmir, mirë se erdhe. Falenderit. Shumë faleminderit të gjithëve që jeni këtu me neve në këtë moment historike. Spari desha të faleminderoj presidenten ton, Njom Zajminin,
dhe zavendës presidentin da të shukën se pa këta 2 vetë unë nuk isha ullën këtu. So unë kom kry karrierën time paralimpike, do më thonë para do vitve, kom përjetu shumë, kom World Champion Gold Medal, disa medalje bronze në kampionatin evropian dhe 3 pjesëmarrje në paralimpike ma hershme në Pekin, në Londër dhe në Rio de Janeiro. Atëherë kam edhe një medalj bronz prej Pekinit. Në Rio de Janeiro arritëm vendin e 4, masi që hupëm golden goal me kundër Brazilit, do më thonë. Një sport që thirret goalball, që është një sport për të verbert. Po kur erdhen edhe i takova presidenten Njomzen edhe Darutin në Malmo në Suedi, mypja aja shpresa që nashta aja ëndra që kisha pasu në kur kom marrë pjesë për shtetin e Suedis në lojra paralimpike, nashta aja ëndra muna me realizu edhe me marrë pjesë edhe për shtetin tonë të Kosovës. Dhe ato u përhap që shtoj një ëndër, një mendim shumë i emocionuese për mu si person, si Kosovar, edhe me një mu para atletave në të ardhmen në Kosovë, edhe për ata u ju mënu me gjetë një sport që mundu me arrit diçka edhe mundu me përfaqësu Kosovën se për pregaditjet për Los Angeles ose për Paralimpiada tjera nuk dallojnë kur gjuheq për kundrej Olimpiada, dhe më thonë. Ato oret e trajnimeve, dedikimi, krejt ato du të më konë të njëjta, edhe unë jam i gatshëm të në këto me kry. Edhe desha edhe të faleminderoj Federatën e Triatlonit Kosovës, sidomos Naim Gashin edhe Gazment Magjunin për mirëpritje shumë të mirë, po më duket që na vetëm kemi nis tash më bo një teamwork, që shme thonë, po neve na vinë edhe një sen që për më kry kjo teamwork më bo që shtojnë bashkë për me garu për medalje, na vinë edhe një president ma i naltë se na që jem që na pat prit musafir në qeveri edhe na pat dhonë do premtime shumë të mira edhe i drejtona Albinit drejt për drejti se edhe ai na vynë, edhe qeveria na vynë, edhe krejt na vynë për me na mbështet, sidomos rreth financave edhe rreth këtyne gjanave, se nuk është për shembull krejt du të me konë na në teamwork si shtet, si Kosovë, për me mujt na me arrit medalje, me arrit suksesën të ardhmen. Shumë faleminderit krejtve që jeni ardhë edhe shpresoj që tjera herë me media do të takohom në fush, nga ngarime, në vrapim, në notim edhe në bicikleta. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, Fatmir. Atëherë, tani po e fillojmë edhe procedurën e nënshkrimit të marrëveshjes, të zotimeve tona, si që tha dhe para atleti jonë, Fatmiri, ne jemi bashk, ne duhet të jemi bashk, Komitet Paralimpik, Federatë e Triatlonit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe uroj që këtë vit të mobilizohemi ashtu si që kemi pas edhe mbështetjen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nga Kryeministri Albin Kurti.